Vim të një kinema tek filma televiziv shumë që qëndrojnë, Fletë të bardha, që është një film i mendimit, televiziv, të shikon dilemën e një njeriut, çfarë kam bërë, ja vlen, a duhet përpara. Merita Qenatas. Ka guxuar në 88-ën. Ta shkruaj këtë skenar. Njeriu jo vetëm atje është ideja e skleroart, ngrihet një kodite për artin që ishte stacionuar për pronën. Me të rreth babait këtu të gjithmonë kishin tokën. Domethënë për vetësimet i merr shoqja, siç janë mama. Njerëzit e grua së dytë fillojnë të debat. I merr veprën shkrimtarit dhe boton me emrin e djalit. Domethënë ishte trokitja e parë e tronditjeve sociale që bëri Natasha. Që i nuhati. Pati vizionin dhe i kuptoj. Ajo nuhati, ne e bëm mirë se kisha si Ricardin, Pavlinën, Kadrirosh. Po pra kisha, domethënë e punua më shumë për Birta Hasko, pastaj të rinjt, e Mandoja, Ilirian Sulejmani e kështu. Por që zëri popullit na i bllokoi. Sa u shfaq, e bllokoi. Unë e mbaj mend atë film, do të buj. Ka qenë me 2 seri në mos gaboj, dhe ne e prisnim pjesën e dytë. Po ne i hoqim me zëri popullit, atë çan këto pse ku jemi ne këtu, ta në Suedi jemi ne këtu çan, sepse edhe dëshira e Kadriut, një burr që kishte vdekur gruaja, do të vazhdonte jetën u quaj degradim, degenerim. Çfarë s'ta kanë thënë, Mirela? Çfarë s'ta kanë thënë? Mendo sa ka evoluar. Po e di pse shpëtuam nëse filmi u shfaq në maj të 90 sapo qershor, edhe erdhi dy korriku. Qartë. Dhe njerëzit tikën dhe aty u harruan këto. Edhe shpëtuam ne. Një tjetër film është Unë e dua erën dhe unë dua të di Ndriçim Xhepa, si është Çim Xhepa si aktor, si kësaj radhe në film televiziv, jo në kinema, jo në këta Brezirinj, Luiza Xhuvani. Aktori është aktor. Nuk ka rëndësi se ku është çfaq vetëm. Në kinema, në televizion, në një audiencë publike, aktori është aktor. Ai që është i mirë, është i mirë. Për drejt ky Çimi është i mirë. Është nga fëmijët e komunitetit ton që doli dhe nuk mbeti i biri i Margaritës, por u tha Ndriçim Xhepa. Do t'i thuash një fjalë të mirë të më vi mua në intervistë, po e them është i vështirë. Se kam 3 vjet që flas me të dhe thot dhe jo. O Çimi, ku jam? O Çimi. Je këtu, ja këtu. Çimi. E di që je i vështirë për të ruajtur. Po me qëse Mirela e bëri kështu publike, bëu djali mirë. Aj. Do t'ja nis Çimit këtë personalisht. Megjithatë ka aktor të tjerë të mirë dhe shumë. Teatri vazhdon. Dhe unë do të pyes, çfarë ndodh, çfarë magjie ka teatri? Edhe kinemaja vazhdon, po teatri u shëmbën godina, u mbajtën godina etj. Bëhet teatr, ke të rinj me shumë dëshirë. Unë kam intervistuar aktor të rinj, ndoshta dhe nuk dinë si të punojnë, por duan të punojnë. Çfarë ndodh, si mund vazhdoj dhe arti dhe kinemaja të ne? Po teatri është i lashtë. Teatri është që në historinë njerëzore që me hijet të komunikojnë njerëzit. Është gjuhë e trupit, gjuhë e gestit. Dhe këtu është nga teatri, nga fjala, kur del fjala, nga baleti, nga imazhi krijohet një vazhdimsi. Edhe në kohë të lashtë, ti e di që në antikitet jemi mësuar që ata do të dinin, do të deklamonin. Ka magji teatri. Ku është magjia? Është fryma direkt. Nuk është e lexuar, e ftohtë. E lexon ke kulturë, kupton se kupton, ke fantazi, s'ke fantazi. Cili libër pëlqejt më shumë në jetë? Ai që ty si lexues të krijon besueshmëri dhe në imagjinat ti fillon dhe e ndjek. Se po mos e ndiqet nga imagjinata do të zinte gjumin, do e lije libri. Ndërsa teatri e ka të pashmangshme. Ka kontaktin direkt. Dhe historitë njerëzore janë pasqyruar në teatr. Nga Eskili, Euripidi, Shakespeare, histori që nuk mbarojnë. E qartë, po dhe kinemaja magjia e artit të shtatë, dhe kinemaja është. Kinemaja është më popullore. Kinemaja është si punë e futbollit. Ajo hyn, komunikon imazhet të godet. Njerëzit në kinema shikojnë vetveten. Të mbritur ose të dështuar. Po shikojnë vetveten.